ju them trishkronjat e arta të historisë më të lavdishme të popullit Kosovës, UÇK. I kemi parë të vendosura në pjesë të ndryshme të vendit tonë, nga sot e tutje do t'i shohim edhe në njërën prej pikave më të bukura që është në rafshin e Kosovës. Në malet e Çipavicës, një nismë jashtëzakonisht e veçantë, për cilën ne sot do flasim në një lidhje të drejtë për drejtë me Besnik Rajçevcin, i cili është pjesë e këshillit organizativ. Do t'jetë një promovim, nëse mund të themi kështu, i këtij vendi jashtëzakonisht të veçantë. Përshëndetje Besnik, faleminderit shumë për kohën që po ndahen sot për neve. Përshëndetje të nderuar dhe faleminderit për lidhjen direkte. Atëherë, është një nismë e një veterani të ushtrisë lirimtare të Kosovës, kjo për cilën po flasim. Ju jeni pjesë e atyre të cilët kanë kontribuar në gjitha format në mënyrë që të realizohet kjo. Unë do doja të dinim fillimisht arsyen kryesore që ju nxiti ju dhe të tjerët të punoni kaq fort në realizimin e këtij, ndoshta të themi një lloj obelisku që po i dedikohet ushtrisë lirimtare të Kosovës në këtë pjesë ku ka pasur luftime dhe jo vetëm. Po të dëgjoj. Edona për pak fjalë me fol rreth saj, do të kalojmë fjalën pastaj te ideatori dhe nisuesi i këtij manifestimi të shejt, por çka vlen të theksoj paraprakisht që është një iniciativë vullneti të mirë, vullneti të lirë nga një qytetar i thjesht, veteran i luftës, banor i fshatit Sibas, i cili buron nga kjo trev, nga kjo anklo dhe me mendimin e shnosh dhe vullnetin e tij fillestar, pastaj bashku të gjithë qytetarët, institucionet apo të them edhe veteran, gjithë kush e ka një të nevojshme me kanë pjesë e këtij organizimi, ju bashkuar ideatorit, i cili është Afrim Mexhoani, njëkohësisht dhe veteran i luftës, dhe për të cilët jemi mirënjohës të gjithë na të tjerët që na ka dhënë mundësia me dhënë kontribut sadopak në forma të ndryshme. Atëherë, për mos me hub shumë kohë se keni kohën e kufizuar, e ftoj Afrimin të na bashkohet. Po. Përshëndetje zotri Afrim. Përshëndetje, faleminderit shumë për kohën që po ndani sot për ne. Si një veteran i ushtrisë lirimtare të Kosovës, besoj fakti që po i shihni tashmë të vendosura këto shkronja, të përmasave çfarë janë këto, është një moment jashtëzakonisht emocional dhe shumë i rëndësishëm për juve. Prej nga e kishit idenë, kur ishte ai momenti që thatë du të realizoj edhe diçka të tillë edhe në malet e Çipavicës? Ideja është qysh, më thënë drejtën që nja 2 vjetë, a mos 3, po si shën mundësi të atëherë, tash do është do të na dha mundësia dhe ingritëm, këto u bosh shumë bukur dhe më plëcu që ke dëshirë qysh e mëqme. Keni pasur një bashkëpunim shumë të madh me banorët, me njerëz të vullnetit të mirë, të cilët kanë qenë të gatshëm që në çdo formë të kontribuojnë për të realizuar këtë ide tuajën. Sa ju ka ndihmuar kjo në fakt? Na ka ndihmuar shumë me banorë, me gjithë shokë, dashamirë, tëna ande ku gjenden shqiptar, faleminderit gjithëve faleminderit, edhe ku flitet shqip, këto 3 shkronja duhet me vonë në tëna ande Kosovës. Shumë bukur e keni thënë. Ska shqiptar që të vetë shqiptar që se lidhë diçka me këto 3 shkronja. Krejt kjo bëhet edhe më e veçantë në një moment kur po flasim për gjykimin që po i bëhet liderëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës në Hag. Mund themi që sadopak kjo vendosja këtyre shkronjave në këtë kohë ndërlidhet edhe me krejt këtë proces që po kalojnë ata? Po normal, vetë të 3 shkronja janë ata që janë në Hag. Ata na kanë për mundësinë që ne mund të vendosim ku do dhe qysh do. Ka pas edhe një përkraje, sa kam informacione edhe prej korporatës energjetike të Kosovës, apo jo? Po, faleminderit shumë, na kanë ndihmuar shumë na kanë ndihmuar, faleminderit shumë korporatës të Kekut, na kanë ndihmuar, jemi falënderues shumë ndaj tyre. Tani në krejt këtë punë që ne do të po shohim, e që e falenderoj përzemërsisht Besnikun që na ka dërguar foto e video nga vendi i ngjarjes, cili ka qenë momenti më emocionues për ju të dy, deri tek ky moment që është vendosur, po presni njerëz që të vini dhe do të bëhet edhe një lloj përurimi i krejt kësaj pune. Momenti më i bukur kur e kena ndezë sot në mëngjes, në 5 orat mëngjesit i kena ndezë drita dhe kena pa që janë shumë bukur. Deri 5 mëngjes kena punu me shok, me dashamirë dhe me fshatar. Deri 5 mëngjes. Cila ishte gjëja e parë që të ra në mend në këtë mëngjes të hershëm që pas ke pas?
Se di shumë kom pas, po më rëndësi që s'kom flajt që një mujt ditë e gjysë gati, s'djaj kam 4-5 orë krejt. E bukur, ja ka vlejt Pa definitivisht. tjetër, nuk një asë lodhje së dhe asë kurgjisht, e vetë mja dëshirë ka qenë me kam këtu 3 shkrujnjat këtu, tjera gjitha hapruan. Besnik? Nga ngarkesa dhe emocionet që i ka afrimi, harran me thoni detaj, është tani po jesohet amaneti dhe kërkesa e komandantit legjendar Adem Jashari, i cili në kohën kur ai ishte prezant mesin tonë dhe ishte gjallë, ka pas shumë herë mesazhe që në majtë të Qiqavicës dua të frymoj UÇK-ja dhe këto shkronjat e arta, kështu që afrimi me shok, me dashamir arriti ta realizoj këtë çështje, që jemi shumë rinjas për idenë që ka nisë dhe nuk u dorëzu, domethënë pavarësisht sfidave të mëdha që ka pas dhe vështirësive edhe në aspektin financiar që kanë qenë fillimisht, por e ka pas guximin qysh në atë kohë kur edhe si ushtari i ushtrisë shërimtare e ka pas guximin të rreshtohet ato ku e ka dashur treni. Besnik, të shfrytëzojmë këtë moment që të bëjmë thirrje të gjithëve që jetojnë jo vetëm në Obiligj, por edhe fshatrat edhe në Pikërisht pjesë këto të tjera që të bëjmë dashta me dalë që pjesë në e emrin këtij të momenti afrimit, shumë veçantë. në emrin të afrimit të zonë 21 dhe gjithë neve, edhe këto sot orë të vonat që po bëjmë thirrje, e janë të festojnë së bashku inaugurimin e 3 shkronjave të arta UÇK. Për arsye se këto shkronja dhe të gjithë kontribuesit të rreshtuar rreth këtyre shkronjave e bajnë të mundshme që sot ne dhe ju në studio të komunikojmë lehshëm. Shumë e vërtet. Nga ora 18 fillon në grumbullimi i pjesëmarrësve, pastaj programi artistik do të jetë dhe diku në rreth orës 19:30 me rrësirë do të ndryshojnë shkronjat, ku ju ftoj juve nga televizioni, nga studio, që ta kapni këtë moment se keni pamje, për arsye se gjithë Prishtina, Mitrovica e deri te Maja Lubotenit e kanë qasje dhe dukje të këtyne shkronjave të arta. Është fshati si Bovës, apo jo ajo pjesa kulmore Fshati aty? si Bovës në rrën të Majës së Zezë, thojmë na, Po. pjesa jonë ne që e njohim. E qartë. Ju falenderoj që të dyve, së pari për këtë lidhje të drejtë për drejtë, mbi gjitha për këtë iniciativë jashtëzakonisht të veçantë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Çdo të mirë. Apo Jo, ku ka më bukur se përshëndetje, kështu zakonisht përshëndetemi. Faleminderit shumë.